Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falënderojmë dhe pretendojmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërru vëllezër, po takojmë sot në kuadër të takimeve tona tashmë të zakonshme në këtë muaj të bekuar të Ramazanit pas namazit sabahut, dhe për këtë Ramazan kemi filluar që në kuadër të trajtimeve të japim përgjigje në pyetjen kë e do Allahu, kush është ai që Zoti xhallahu ala e don. Dhe kemi thënë se Allahu xhallahu ala i don njerëz që bojnë punë të mira, i do njerëzit që besojnë Allahun azza wa jall. Dhe këto i kemi përmbledhur në kuadër të disa faktorëve, shkaqeve që mundsojnë që robi ta dënë Allahun dashuri që e shtyn ka adhurimi, dhe këtë rob Allahun me e dasht. Nga se e kemi përmendur se dashuria në raport me Allahun është reciproke. Nëse e dënë Allahun ç'është duhet, Allahu dën ty. Nëse Allahu të dënë, ti ki me dash Allahun xhalla xhelaluhu. Andaj kjo është e dyantshme. Prandaj këto shkaqe që po i përmendëm janë të dyantshme. Me këto edhe ti e dën Allahun xhallahu ala dashni që të bën me adhuru. Jo vetëm dashni emocionale, dashni e natyrshme, e zakonshme, e përgjithshme. Jo, dashni më e thellë, më funksionale, më praktike. Një dashuri që tashmë është forcë që shyn drejt adhurimit. Dhe Allahu më dash ty që me të bërë rob të nështruar dhe besimtar si duhet në Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe në kuadër të kësaj kemi përmendur disa prej shkaqeve të fundit. Kemi thënë, nëse rrim me njerëz të mirë, nga të cilët përfiton jo vetëm me nejt ndaj pasive, po kur të rrim në ndaja të mira dobishme, ti i merr ato fjalë, i përzgjedh më të mirat, më dobishmet, punon me to, dhe gjithashtu mësohesh me fol mirë. Edhe kur të flasësh me të tjerët, i përzgjedh fjalët. Nuk flet çka të bën mend, nuk flet gjithçysh. Andaj kujdesi në gjuhën, kujdesi në komunikim është nga faktorët që të bëjnë me dashur Allahu azza wa jall. Nëse Allahu i dënë ata që flasin mirë, e Allahu nuk i dënë ata të cilët e keq përdorin gjuhën. Për shembull, me fol të pavërteta, me fol bartje fjalësh, me fol për shembull shpërndarje të sekreteve të njerëzve, të metave tyne, me përgoju këta, Allah nuk i dënë. Nuk i dënë. Allah nuk i dënë lafazanat që flasin shumë e asë një punë se krynë, edhe kur gjëzbojnë. Allah nuk i dënë ata që veç rrinë du kritiku e asë gjë nuk ndërmarin për me ndryshu. Asë ta Allah nuk i dënë. Allah i dënë ata që flasin kur duhet me fol. Flasin atë që duhet me fol, në esencë ma shumë punojnë se që flasin. Qëta Allah i dënë. Dhe tjera pika që i kemë përmendur deri në takimin e sotshëm. Sot do të flasim për një faktor tjetër, një shkak për shkaqeve që na bën Allahu me na dasht. Po edhe na me dasht Allahun xhallahu ala ç'është duhet. Që tash kjo është e dyantshme. Dashnia ndaj Allahut xhallahu ala të ndruar është një rrugtim që ti e merr. Çdo stacion që kalon afrohesh tek Allahu, çdo stacion që kalon afrohesh tek Allahu. Dhe sa më shumë i afrohesh Allahut azza wa jall, e don më shumë. Sa afërsia të bën më dashur. Në sa më afër Allahut je, më shumë don Allahu. Sa më larg, dashnia është më zbat, më adopt. Dhe afërsia me Allah nuk bëhet me trup, as me kom, nuk jes për tek Allahu, po me zemër. Zemra e brendshme, ajo afrohet ose largohet. Ajo mbushet dashuri, ose zbrazën nga dashuria. Zemra njëri të. Pra i kur flasëm me u afru me Zotin, flasëm që zemra të afruhet me Allah në zgjë. Ta ndin praninë e Allahut është sa më tepër. Ta ndin nevojën për madhru Allah sa më tepër. Ta ketë qëllim të afruhet tek Allahu azza wa jall. Kjo është një zemër aktive, kjo është një zemër funksionale. Dhe në kuadër të kësaj, thash kalon stacione. E me që është një rrugtim, atë rrugtimit e ndërvëzli ka dy aspekte.
e ka aspektin e lëvizjes drejt qëllimit, apo, më të nëse do me shku dikon, do të me lëviz. E na kena përmend deri më tani çka? Forcat lëvizëse. Çka të lëviz për tek Allahu për mua afru, që Allahu më dasht, këndon Kur'ani, dhikri, nafilet, mënet me të mirë, këtë ato që kemi përmend këtu në forca lëvizëse. Sa më tepër furnizosh me këto forca, më shpejt lëviz zemra drejt Allahut azza wa jall. Afrohet më shumë tek Allahu xhalla xhelalu. Kjo është një aspekt i udhëtimit, aspekti i lëvizjes. Është një aspekt tjetër i udhëtimit, cili është ai? Largimi i pengesave. Nëse ka pengesë në rrugë, ti ka të lëviz, pengesa nuk le më shkututje, ashtu ashtu. Prandaj kemi folur për forcat lëvizëse që të afrojnë me Allahun, e të bëjnë me dashur Allahun, dhe sot do të flasim tash për pengesat. Që duhet me largu. Largoj këtë pengesa edhe Allahu don. Nga se kur ti largon pengesat dhe i aktivizon faktor që kena folur deri më tani, zemra lëviz, s'ka pengesa. Kur s'ka pengesa, afrohesh tek Allahu te bareke ve teala. Që është proces, që është zhvillohet procesi i afrimit me Allahun xhalla xhelalu. Që është zhvillohet ngritja në nivelet e njerëzve që Allahu i don. Që është kjo rregull është kjo. Veç nasim shamo gjeta e përditshme për me kuptuar më mirë, domthonë nga ajo që e prekum ta kuptojmë atë që nuk e prekum po e përjetojmë. Po e ndim në veten tonë. E ka pengesa. Këto pengesa të ndrozur janë të lloj-llojshme. Disa nga ato do t'i përmarrim. Nga pengesat kryesore për më afru tek Allahu xhallahu ala, nga pengesat është dunjoja. Kjo dunjo. Qysh dunjoja na këtu jetojmë, na të punu, sahi. Nuk është pengesë me punu në dunjo. Nuk është pengesë me fitu në dunjo. Së është pengesë? Ja, kësë është pengesë. Fito, puna sa të dush. Kur dunja bëhet pengesë? Kur bëhet qëllim. Këtë galet i ka, dunjon. Këtë brengën e ka, dunjon. Këtë syt i ka në dunjon. Kur e bëhet qëllim, bëhet pengesë. Që del për para tash. Del për para. Andaj e pengesë. I del zemrës për para. E kur del për para, bëhet pengesë. Andaj, njeri për shambull, për me fitu në dunjo, qëka do koftë? So po e që pasurisë, qëka do koftë në dunjo? Me arrit nga knacit e saj, nga mirësit e saj, me fitu, apo? Nuk duhet që me pas para zemrës, me pas anash. Punën me dur, me sy, angazhosh, ama me stejë dhe me salat nuk bën me që në dunjoja. Nuk bën. Për shembull të vëllezër, në Islam, nga specifikat dhe veçoritë e besimit tonë është se në adhurimin e njerit ndaj Allahut dhe në komunikimin e robët me Allah nuk ka ndërmjetësues. Nuk ka ndërmjetësues. A ka ndërmjetësues? Jo, s'ka ndërmjetësues. Ti kur do më lut, a vjen te unë? Po në hoq, thuaj Zotit, më më thosh mu. S'm thosh mu. Shufati thoshte, do s'ka ndërmjetësim. E nëse sënë gjallit, që s'pakun në një gjallit, e mund me bëhet diçka i gjallit, e qysh i thunë e deklit prapë, shkën të këvori dhe të, amon, qëka amon e ju deka i s'linë, Allah, e si jam kur gjaj, ka morë fond dhe e puna dhina, jo që kjo kun, pa një, që kun jeni mire, Allah në gjenët në me të në bashku, o deka jam, e s'krim kuna i mu, katë, gjumë para e jam dhe qëka, këtu e në këtë kota, pa që dhe rushme të. Kjo është pengesë me stejë me salat azogjel. Andaj, edhe dunjoja, nësë është për para, edhe Allahun e shë, mas dunjosat japë, se shë mirë që është duhet, pengesë është. Andaj të në vëzër, a kemi pa njerëzit për shamu, kur dënë me këqyri qka në televizor, interesant është, i dhe të kush për para, qka për? E anash, e këtë, që me pa ka përën, po t'ja e ty e një, po du dhe me pa, thot, se pengesë e ka, o e pengesë bëhet, të s'ki për, a ki ti problema që atë një që t'la dhe për para, a u rren, a ki armik, jo se ki më me kon babajt, djallet, ka mundësi me kon, ma veç nuk u dalë ku duhet, veç pak s'ke jo, okej e në natë,
Çikaq. Ani kur them dunja është problem, nuk po them mu armicu me dunjan, as e kena armik, jo e lërgasaj. Në dunja jetuaj me, du të me fitue, mu angazhue, veç tu i heqe pak se ma kanë zonë udhën. Shpesha zote që shduhet, së më padroj se, është të qartë, lërgoj e zemë pak, dunja në veç manë është, tash mirë është, tash peshe, madhin e Allahot, adhurimin tash e ki direktër, zemën e peshe mirë. Me qitë për para dunjana, tu falë, ama tu menu, që shkëna mja bo, kësa ka me fitu, ako mi jep, këja mi këthen, kështu tani mos, mot i badete më. Së më bënë kështu më. Andaj, dunjanë me majtë nga të veti, veç anash. Nga të qëtu e majtë, heqë mëse le. Majë e satë mësh nga të, fitaj e satë mësh, veç anash. Jo drejtë zemrës. Drejtë zemrës të me adhana që, o pengese, ta të zhe udhën o më. Tani si të nëzëri udhën, i kështë njerë dunja që shka mëri. Qëre kë, që zbonon e ta e shtyju me këta. E shtyju me atë, e shtyju me këta. Kur mu shtyju tani për gjennet mu, s'ka hava këtani mu, tu shtyju me dunja, së ullësh. Kur si shë njerë që shë punë të tua, sa të vynë t'i merë, që të vynë t'i merë, e stutje pëse se, gjithë kështë më punë të vetë. Ndaj të nëzë, dunja të nëzë udhën, të nëzë penganë Allah. E sa bënë Allah gjellë ora, ka folë për dunjonë. Asë njëherë se ka qërtu dunjonë Allah në Koran. Përveç kur është pengesë për tek Allah. Po, kanë, heqeni pak se së për minit të anë për të s'ka dunjas. Ama kështu për shambull, a në kaftu Allah me ndërtu dunjan, po, ndërtojeni, punoni, angazhohuni, kajtë ka lipë Allah për këtë. Bile, shumë aspektet dunjas, Allah i ka sill argument për adhurimin e Allah xhallahu ala. A e keni pa drujt, a e keni pa gjetë, a e keni pa këto, është na shërben për besim, po. Pastaj Allahu xhallahu ala thotë esni për tokë, wa kulu min rizqi, hani nga furnizimet e Allahut që kam dunjë, hani, pini, ecni, lëvizni, përfitoni, meditoni, dunjë. Mirë po, anash veç. Kush e më shumë? Ju direkt ka zemra se zemrës mi dol dunjaja e ligë. Nuk bën me ligë dunjan me zemrë. Nuk bën me ligë zemrë me dunjan, se ligë ato. Nimi njerëz na, nimi njerëz. Ai nuk bën me ekspozu vetën sprove të dunjas. Nga se dunja është pengesë. Dunja është pengesë, nësë është për para. Nësë është anash, sa pengesë. Okej tani, ecëm sa të dush, pa të lashëm. Pejgamberi alayhi sallam, kër e ka spjegu që të derë se shokëve të vetë, qësh ka ndiku të këta? A ka ndiku të këta me elon dunjan, a me fitu dunjan të pas anash? Me fitu dunjan të pas anash. A dire që edhe ja u kom përmen, do mënë shumica e shokëve më të afërt pejgamberit, më të nga që ka pas pejgamberit, ka qenë milionera. Më të nga që ka pas. Ebu Bekri, sa pasën e ka pas? Omeri ku një pasën, Uthmani ku për më të pasën dhe. Ama dunjan e ka pas anash. Njerë Uthmani, radiallahu ta'ala anhu, e ka pas një karavan, që i ka arë për Shamit, për Siris, për Shamit i ka arë. Edhe ka pas në atë karavan trektar, mall që ka qenë shumë i rrallë, dhe çmimin ke mund të mja qitë sa dush ka shku në treg. E ju mlidhë trektar të Medinës, e i kanë thonë Uthmanit të radiallahu anhu. Uthmani kush ka qenë? Dhondri pejgamberit alësam. Tankit karavan? Po, tankit karavan. 700 devet ngarkumi ka pas. Sa kjo Allah? Ngarkumi me madhë. Dhondri pejgamberit alësam. 2 qikat i ti ka pas. E ka pas një qik, u dek. E ka pejgamberit në dytën. Edhe u dek. Ka unë të kësha pas edhe një apet që ti e kësha dhona për. E që është këtë dhoni pejgamberit të në këtë parë me pas. Me ku milioner, a bëna? Po bëj ka përshe. Ama, ka ardhë, sigurat, i jënarë të rektarë të Medinit ka unë, që i ka që për t'jepëm ana madhen, shqit në karavanin, ta në në shesëm, të shqit në neve. Dhe që kurse ata që shesin me shumic, blenë njëri të një shesin me pakic, normal atë. Ka unë sa më jenë nga që ka që, ja më ka që fa, nuk e shes për që ka që. A një qikaq, ja më se shes për qikaq. Ju më ledhe kuj qikaq, dhe se ka thë njëni, vallahi, s'tjep kush që tu ma shumë, s'ka ma shumë, këne e sapë ma, shumë të këna dhëmë bile.
Ka njëri më ka unë ma shumë. Ka unë, së është e ma shumë. Jo, vëllai, ka unë, njëri më ka ma shumë, 700 herë ma shumë se më ka unë. Kush këkaj, që u ka rrukat e ka dhe. Ka më ka për Allahu Gjelle Vala. Kajtë sadak fi se bilillah. Kajtë përshpëndaj për i të Allahu Gjelle Gjelle. Se Allahu më ka thonë 700 fesht paguj nëse e një mën ti. Që ti pjeshes, Allahu pjeshes. Me pas për para, së në jam që kështët. E s'munër, se ligësh ato. Si të ki anash, ma let e jepë. Se nuk është ka zemra. A dhe e ke po dhe njerë që ka thonë, mëse mërë nga të zemrës burë. Se si të mërë nga të zemrës, dërishë është, sa ma lërë zemrës, ma e menagjush më është. Dhe dunjoja me këtë kuptim, është problem. Nëse i dhe për para. Nëse rënë anash nuk është problem, absolutisht, në regullimin. Dhe është penges, dunjoja është penges, nëse është pozicionu gabimisht në jetën tonë. Dunjoja ka një pozicion e ja, dhe su në levizim dunjohën, po ti e pozicionu gabimisht në parë për dunjohën. Dhe pak ma onash që me mujtë edhe dunjohën, apo me njërë me fitu, po dhe ahiretën. E njerëzit më të dobë në këtë pikë në ta të cëtë asë dunjohën se kanë, apo, e asë Allahun se shojnë, të janë më zvetë. Të asë ka fitu se ta njëtë e ku të lakmu të kësha posë, të kësha kone, se në s'ka, me që të fullet të nejtë në gjumë, asë i badet s'ka po. Me konë që munges në dunjohës e kështë kompenzu me ahiret të të njeri, bile thot, një me, qëre, kur një me të bibon kanë qepë si ke posë, ama sa banë me gjemat se ke lënë kur, e kuran ke pohat me sa të dush, bile njënën. Ka njerë që asë njënën, asë s'ka nërejsh diqka, asë ka, ja, Allah në rrudhë kjo, asë dunja, asë ahiret. Dhe besimtarë do dyjet me marë, të dyjet, edhe dunjojnë edhe ahiretin, edhe në dunja me konë kontribut dënës, me konë një sukses shumë, me arrit, në pozita, në pasurin, në kontribut, në... Qka të mëshme? Me fitu. Mirë po, anash që me dit udha me konë qelë, udha për ahiret me konë qelë, edhe për tek Allahu te bareke ve teala. Besoj që është shumë e qartë që duhet me bëj kësaj pune që me ecë përpara, edhe me pas dunjan, por me pas Allahun azhel afër. Nga se ndryshe, sikur thash, ndryshe bëhet pengesë. Ndryshe bëhet pengesë. Çka na pengon tek Allahu xhallahu hala? Pengesë në rrugë për tek Allahu, çka është hala? Dunja është e para. E dyta kush është pengesë? Nga pengesat kryesore është nefsi. Nefsi. Kush është ky nefsi që shumë për përmeni nefsi. Qa ky fa nefsi? Nefsi të ndërru lazër është një krijesë Allahu xhallahu ala, e brendshme. E ka kriju Allahu me kompetencat të kufizuara për mirësinë e begatit tonë. Nefsi është mirësi, është begati. Është ajo pjesa që njëri përmes saj lakmon, kërkon, mi përmbush kërkesat elementare që e mojnë gjallë. Mos me konë epshi për me hongër, mos me konë me takujt bukën, që bëhet? Des njeri lavë. Mos me takujt bukën, së problem. Për shumë, mos me takujt ujin. Edhë, për më do këtë, hitë spin ujin. Problem, Allah. Së të njeri pa uj. Dhe nefsi i lypë që tu. Jaran vënë këti armë, më të s'na këdhonë. Te i bënë, t'jepë. Që kjo nefsi? Edhe martesa është pjesë e nefsit. Nefsi lypë martesën. Se pas martesë nuk shtuan njerëzit. Ishin faru për mati. Nefsi është përgjes, nuk shtu loj njerëzor. Apo, pandaj është hajrë, është begati. Edhe, si këtë dunja, e kur është problem nefsi? Nefsi është problem kur u dheqë. Veç, me bo nefsin, kërë minister, ka hërët bënë. Telashët bënë. Se i sështë për atë punë. Aja është me konë gjithë argat. Aja veç sekretar. Qka të e bëjsh mi sekretar të mërë në qafë? A ti të shkry ma qitë punë, bënë ma qitë, bënë mi ka që dokumenta, sekretar. A vendimet kush i mërë? Zemra. Në të voj për zemrëna. Zemra të s'la shkën të ka Allahu Gjellera. Me bo mi alun kompetencat dorë. Të vika, i zdim. Se kejtë që parëmërën nefës është që me hongër tash. E nefës është një për falë.
Nefsi lyp më fala? Nefsi nuk lyp më fal. Nefsi as nuk jep. Jo, nefsi ka detyrë me marrë Allah, që punë ka, që kështu edhe ka kriju. Po, zemra i thot ti rritash, amore tonë rritash, tash këna me dhonë. Ama zemra merr vendim. Kur zemra s'ka autoritet, s'është i fuqishme, s'ka pushtet, ja merr nefsi pushtetin, që ajo kujtë e merr pushtetin, tani bëhet problem, tani jo çish me marr, me grabit. E jamja, jutja, halal, haram, bon, sa më rëndësi, veç merr, apo. E nefsi, çështu nefsi? Nefsi nuk dhe që ka është haram, qa kjo Allah, e s'merr vesh. Nefsi s'kupton që është harami, nefsi s'kupton që është keq. Nefsi e ka një rregull. A është e mirë, duhet me pas. Qaq. Po është e mirë, pas është e jotja. S'ta kanë ty. Tepër bo, e s'dina që a tepër. Nuk din. Dhe duhet me menagju. Duhet me menagju. Për këta suja Allah Gjallahu kër i ka lavdru, gjenetlit qka të Allah Gjallahu? Shika, i ka lavdru Allah gjenetlit. Me qka? Fa emma men khafa maqama rabbihi, wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Allahu tha, ai cili i druhet, ka frikë nga dalja për Allahut. Këna më dhënë logari, kemu pëjtë për gjithë shka. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, edhe e frenon nefsin nga ndjekja e nefsit. S'pëllat e shkatron, eliminon, s'ban me mytë nefsin. Me thonë, qka të lypë s'jepi, jo s'ban se tani dëmtu është vetë. Allah s'ka kërku nga me eliminu nefsin, me shkatru epshin. Ja, kjo është ndalim, si kështë e për dunjon. S'ka kërku me largu krejt, me s'keju ka kërku amë. Edhe nefsin, jo me shkatru, jo me eliminu, jo me e gulfat, jo me shkel, jo. Me menagju. A që menagjaja? Ku është ma shumë? Ku është ma shumë? Nefsin të nërëzër, mundi me ma shambull për shambull, një thmi lazdrav, shabë. Si të den, ja thënë në gjamë këshis, apo ja rejnë një thmi, qëka thënë këshia? A thënë, më të djallin, a nale që djallin? Qëka thënë? Nale, se më të, kushtot më të që shpërmi djallin, atë apenal, që shto nefsi. Allah nuk thëtë, mëte, po apenal, se tani se senal ti, du të me të nalë në gjehnem tani. Se s'ka të nalë me tani këtë, deri sa të nalë në gjehnem, Allah në rrëtëm. Dhe Allah ka kërku ndalje, frenim. Përshta agjerimi është i përshtatë shumë kundër nefsit, se i forson frenimet e zemrës. Zemrë tani malet, për mes agjerimit e frenon nefsin. Këtë ka kërku Allah për njëve. Ka se nefsi si e shabë. Nga probleme që si e nefsi, përveç lakmis, përveç rëshqitjes në pafundësit e lakmis, të kërkeset të vazhdushme, e kështë më radhë, është edhe dekurajimi edhe frikson robin. E ke që përdor shëjton nefsin shumë, e ka shumë let e bën për veti, shumë let e bën për veti. E korrupton shejtani nefsin shumë ka lejpëta. Se ja din dopsit. A dhe mu knaqë. A dhe në vetë këtë zëtnin tënë, bindem ja bua tani, që kjo është? Nga se e përdor si hyrje drejt njerit dhe zemrë zëtën. Nësë njeri ka zemrë e shëndorë, soqeshme, nefsin kontrol, është i fortifikuar, nuk o kam hi, vezvese shejtanit. Por duhet që në rozën nefsin në majnë kontrol, me pas kontrol, ose nuk është, edhe besimtoni nuk është që lakman. Në qëka do kuptu njës? Në kuptim të lakmis. Po aje frenan, aje ullë, e majnë kontrol, s'ka rëzik shmëri, absolutisht, s'ka rëzik, për shkak se gjendje është në kontrol. Ama kur del gjendje për kontrol është shumë problematika. Andaj një zemër e cila afrohet tek Allahu te barekuhu teala duhet me e dëshmu dominimin përmi nefsin. Nëse nuk e dominon nefsin me kuptimin që përmana, nuk ka mundësi me hapëru, me ezë dhe Allahu të azhën, ka se nefsi i buhet pengesë. E ka përko me sena, do të kujenis, do të kja, këto kërkesa, një që kemi, kena punë, kena kështot, i lipë gjithë mund. E lodhë me kërkesa.
Edhe duke ju përgjigj kërkesave të vazhdueshme, nuk ka mundësi me nxon hapin e afrimit për tek Allahu te bareka ve taala. Unë mundohem këtu me shpjegu pak vizualisht, apo pak me kuptu ma drejt, po çështot dëshish funksionon. Çështot. Nga se çështot na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Që na ka mësuar dietarët tanë me kuptu drejt këto funksionet e zemrës, e nefsit, e dunjas, e qysh me udhëtu tek Allahu edhe me nefs dhe me dunja, çështot. Mos me liu ato me i pas me veti, por mos me liu me bu pengesë, veç me di qysh me inale, qysh me skeju, qysh me u pozicionu, që kjo është mështria jonë. Nëse arrim këtë me kuptu me lenë Allah xhallahu ala, s'bën dëm as dunjoja, as nefsi me cytit e veta, e as nuk ndikon shejtani tek nefsi për me dëmtu për shkak se realisht ti e ki situatën kontroll. Me çka e mon këtë kontroll, me çka e mon këtë kontroll? Me besim në Allah, me besim me mon, me bindjen Allah, me bindjen shpërblim, me frikë nga dënimi Allah xhallahu ala me na gjot situatën. Kur to bindje, kur to kuptime nuk janë aktive, nuk janë funksionale, çka ndodh? Do psohet ndikimi i tyre. Si do psohet ndikimi i tyre? Forcohet ndikimi i epshit, i nefsit dhe zemra pastaj nuk e ka situatën kontroll. A kuptoj çu ndodh situata e çështë që ndodh. Dhe na duhet me akthy kontrollin e zemrës, dominimin e zemrës, nga se Allahu e ka bërë zemrën lider. Zemra ka bërë lider. Për këtë ndërroza në përfundim ka thënë pejgamberi alayhi salatu haditha. Për të kuptuar këtë çka thash për deri më tani. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu në trup është një gjymtyr. Nëse ajo është në rregull, krejt trupi në rregull. Çaja është zemra. Nëse është zemra në rregull, krejt ka me kon rregull, edhe syt, edhe vesht, edhe goja, edhe nefsi, këtë në rregull. Se ajo është në rregull, ajo iman. Kur udhëhet që është mirë në rregull, i rahaton miletin atë. Kur ajo është jo i mirë i keq, Allah ka të miletin atë. Çështo ndodh gjithmonë. Andaj duhet me i dhon kompetenca. Ajo i ka, po duhet me ia fuqizu dhe me ia garantu funksionimin e kompetencave kujna zemrës për përmirësimin dhe menaxhimin e qenies tonë të brendshme dhe të jashtme. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam për zemrën, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allahu nuk shikon në dukjen e juaj e as në pasurinë e juaj. Allahu s'qyr këto. Ato Allah i sheh. Po kur do me pa gjend në robë që shiko punë të robi, ku këshyr? Sa pare kia? Jo, Allah s'qyr sa pare kia. Asoj bukur po dukesh, as çfarë parfumi ke qitë? Ja. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mirë, Allah kur shikon kush jeti, punë të shikiti, shikon në zemrën tënde dhe shikon në punët e tua. Që dy Allah këshyr. Prandaj Allahu nëse është zemrën e mirë don. Çikash? Zemrën është të lodh nefsi përmi ta, nuk e don ka gjendje Allah te barata. Dhe kjo është lidhshmëria mes temës së dashnisë e largimit të pengesave që kanë të bëjnë me zemrën, që të ketë rrugën e hapur drejt afrimit tek Allahu te barata. Këto dy pengesa, do të flasim për sa tjera inshallah të ardhmen, që dalin nga me largu ato pengesa. Secës më dhon vendin e vet, tash dunjas me u pozicionu që duhet, nefsin me frenu dhe me menaxhu që duhet, gjithçka e ka mënyrën e vet të trajtimit që mos më u penges, por më u bën ndihmës. Wallahi dunjaja nëse pozicionohet që duhet bëhet ndihmës. Ndihmon për tek Allahu xhallahu ala dunja, ndihmon nëse je që duhet i pozicionuar. Edhe nefsi të ndihmon për tek Allahu xhallahu ala, bëhet ndihmës, edhe pse në esencë është pengesë. Po nëse e menaxhon që duhet, e edukon që duhet, me zemrën tënde, mbushën besim dhe kuptimet e tua, nga pengesa bëhet ndihmës. Të ndihmon më afër tek Allahu xhallahu ala. Kjo është mirësia e madhe që duhet mos me injoru. Kaq për sot, Allah është përblej, falënderit shumë për vëmendjen. Allahu ja ulësot agjerimin, ja u pranoft punë të mira, e u takofshëm në hajret mira në takimet ashme. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.